Biznesmeni Begjet Pacolli në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu në emisionin Opinion, foli për konfliktin që ka pasur me ortakun e tij në aeroportin e Vlorës, Balon Ademi. Pacolli tha se nuk ka bërë padi i pari, por se pala tjetër ka bërë padi konkrete në prokurori dhe se ka bërë postime të shpeshta në rrjetet sociale dhe vende të tjera. Ai u shpreh se gjithmonë ka dashur të ruajë dinjitetin e Shqipërisë. Begjet Pacolli: "Nuk jam i hutuar, jam paditur, nuk jam në hetim. Unë isha në prokurori dhe besoj në drejtësinë shqiptare, besoj fuqishëm. Shqipërisë i duhet një drejtësi e drejtë. Unë kam qenë pala e tradhtuar dhe e mashtruar. Unë mund t'i padisja me njëherë ata, por se ata, pala tjetër, kanë dalë dhe kanë bërë padi. Dikush ka bërë padi penale, dikush ka bërë postime në rrjetet sociale negative për mua. Unë kam dashur ta ruaj dinjitetin e Shqipërisë. Ne tani kemi bërë kundër padi dhe një apel në shkallën e dytë. Kemi apeluar masën e dytë dhe besoj se do të vendoset në anën e drejtësisë. Drejtësia, sado që vonohet, një ditë vjen si rufeja." Kujtojmë se Begjet Pacolli ka pasur një përplasje me ortakun e tij, Balon Ademi, për ndërtimin e aeroportit të Vlorës dhe ai u thirr edhe nga prokuroria e Tiranës. Fitoria e politikanit të majt Zohran Mamdani në zgjedhjet lokale të New Yorkut ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe komunitetit shqiptar, sidomos pas publikimit të një fotografie ku ai shihet duke bërë simbolin e shqiponjës me duar. Fotografia që u bë virale në rrjet është realizuar nga fotografi Erzen Gashi, i cili për Top Channel ka treguar prapa skenat e momentit. Ka shok shqiptar, e ka parë që bëjnë shqiponjën ashtu edhe djali që është në foto me të, i ka thënë apo bëjmë shqiponjën për një foto edhe ashtu e ka lëshuar vetë, tha ai. Erzeni, 37 vjeçar i lindur në Sloveni dhe rritur në SBA, me baba nga Kosova dhe nën nga Malizi, ka rrethyer se takimi me Mamdanin ndodhi gjatë një aktiviteti të komunitetit shqiptar në New York. Fotot e Mamdanit, që i ka bërë fal një shoku Dritan Fida, që më thirri për një event me shqiptarët, edhe i njeh se jemi shumë shqiptar këtu, e donte të dinte më shumë. Duket i vërtet si në video dhe në foto, është njeri i mirë dhe i ëmbël, kollaj mund të flasësh me të bësh shoqëri me të, shtoi ai. Fitoria e Mamdanit, një të riu musliman me prejardhje afrikano-indiane, është cilësuar historike në SBA, ndërsa Erzeni tregon se komuniteti shqiptar në New York e ka pritur me entuziazëm. Fola me të pak, i tregova që jam musliman, që jam emigrant, mua më duket sikur shqiptarët jam për të, kanë besim. Ka kohë që s'ka pasur një atmosferë kaq të mirë, tash emigrantët kanë frikë në krejt Amerikën dhe kemi besim se do na mbrojë, ka përfunduar Gashi. Ndërkohë edhe politikania e njohur e majt Aleksandra Ocasio-Cortez ka marrë pjesë së fundmi në një aktivitet organizuar nga komuniteti shqiptar, duke treguar edhe një herë lidhjen gjithnjë më të fortë mes këtij komuniteti dhe përfaqësuesve protagonist amerikan.